Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, portokallet shërojnë këto sëmundje, ja kush duhet i konsumoj me njëherë. Portokalli është agrume më e preferuar e miliona njerëzve në botë, një kombinim perfekt mes të ëmblës dhe aftësisë. Portokalli është plot shije dhe mbi të gjitha plot vlera. Ekspertët thonë se portokalli duhet ngrënë çdo ditë sepse prej tij organizmi merr këto përfitime të menjëhershme. Sy të shëndetshëm dhe shikim të mprehtë. Portokalli përmban shumë vitaminë C ose përafërsisht 116% të vlerës së rekomanduar ditore. Vitamina C është e dobishme për shëndetin e syve dhe gjithashtu ajo mundet që të ulë rrezikun e perdes së syve. Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ngadalëson progresin e sëmundjeve të syve si pasojë e moshës. Portokalli përmban shumë beta-karoten dhe në organizëm ai kthehet në vitaminë A, e cila na ndihmon ne që të jemi sy shqiponj edhe në errësirë. Mungesa e vitaminës A është shkaktari numër 1 i problemeve me syt. Nga ana tjetër, duhet të dini se do të keni më pak rrezik që të prekeni nga ishemia. Këto agrume përmbajnë flavonol, të cilët ulin rrezikun e ishemisë. Përposhtë faktorëve të tjerë, femrat që konsumojnë shumë portokalle kanë 19% më pak gjasa që të preken nga ishemia. Për më tepër, vitamina C është një parandaluese e hemoragjisë cerebrale. Portokalli dhe oreksi. Portokalli është një burim shumë i mirë fibre. Një kokër e vetme përmban 12% të dozës së rekomanduar ditore. Fibra gjithashtu rregullon edhe lëvizjen e zorrëve, ul oreksin dhe ul kolesterolin, mban nën kontroll sheqernat në gjak, ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Fibra e ngadalëson tretjen, ndaj ju do të ndiheni më të ngopur për një kohë më të gjatë. Portokalli kundër radikaleve të lira. Fibra dietetike e cila gjendet tek portokalli duket se ul rrezikun e radikaleve të lira, të cilat dëmtojnë qelizat, ndërsa gjithë fruti është i dobishëm kundër qelizave të dëmshme të mushkrive, stomakut, gojës apo edhe ezofagut. Gjithashtu duhet të dini se do të keni një lëkurë më të shëndetshme. Një portokall në ditë e bën lëkurën tuaj më të shëndetshme. Portokalli përmban gjithashtu vitaminë C, e cila e ndihmon organizmin të sintetizojë kolagjenin, një proteinë e dobishme për një lëkurë të shëndetshme. Portokallët përmbajnë edhe beta-karoten që transformohet në vitaminë A, që ndihmon në rritjen e qelizave të lëkurës. Nga ana tjetër, duhet të dini se marrja e vitaminës C për çdo ditë ka shumë përfitime në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sepse ruan shëndetin e enëve të gjakut. Trup i shëndetshëm. Vitamina C e gjetur tek portokallet është shumë e rëndësishme për rritjen dhe për rikuperimin e indeve. Vitamina C do të shërojë të gjitha plagët dhe ruan shëndetin e kockave. Ajo është shumë e rëndësishme edhe për prodhimin e kolagjenit dhe nga ana tjetër, studimet kanë zbuluar se konsumi të paktën 400 mg vitaminë C në ditë përmirëson gjithashtu funksionet e muskujve dhe largon dhimbjen. Nga ana tjetër, duke qenë i ëmbël dhe plot lëng, portokalli është një nga frutat më popullor në botë. Portokalli është një burim natyral energjie dhe i pasur me vitamina A, C, P, me kripra, kalciumi, fosfor e të tjerë. Lëngu i portokallit i konsumuar me ose pa sheqer ose me gaz karbonik është freskues. Nga lëvoshga e portokallit del vaji eterik shumë i mirë, i cili gjen përdorime të shumta në prodhimin e pijeve, aromave, ilaçeve e të tjerë.
Lëngu i portokallit nga ana tjetër ka veti diuretike dhe antiseptike që ndalon kalbëzimin ose pengon zhvillimin e mikroorganizmave dhe përdoret njëkohësisht me sukses në luftimin e sëmundjeve të veshkave edhe në rastet kur janë formuar gur në to. Në sëmundjet e mëlçisë, në ato të zemrës dhe të enëve të gjakut, ka shumë përparësi për sa i përket shëndetit dhe ja pse. Forcon imunitetin, duke përmbajtur një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, ai e forcon imunitetin dhe ju mbron ju nga infeksionet. Përmirëson elasticitetin e lëkurës. Dihet që duke kaluar mosha njeriu plaget, por njëkohësisht plaget edhe lëkura. Antioksiduesi dhe vitamina C e portokallit i japin lëkurës tuaj një pamje më rinore dhe gjithashtu ngadalsojnë plakjen e saj. Ndihmon gjithashtu shqisat e të parit, veç peshkut edhe portokalli është një frut tërësisht i shkëlqyer për përmirësimin e shikimit sepse veç vitaminës C përmban edhe kalium si dhe provitaminën A, të cilat e ruajnë shikimin edhe në një moshë madhore. Parandalon gjithashtu sëmundjet e zemrës. Shkaku kryesor i shumë sëmundjeve të zemrës tek njerëzit janë bllokimi i arterieve si rrjedhoi e marrjes së ushqimeve jo të shëndetshme apo i konsumimit të ushqimeve të shpejta të gatshme si për shembull sanduiçe të tjerë. Portokalli në përbërjen e tij përmban flavonoid, të cilët ulin sasinë e kolesterolit të keq duke penguar kështu bllokimin e arterieve. Ndihmon edhe në zhvillimin e trurit. Portokalli përmban një përqindje të konsiderueshme të acidit folik, i cili ndihmon në zhvillimin e trurit dhe e mban atë tërësisht në formë të mirë në organet vitale të trupit. Portokalli është një frut i shkëlqyer gjatë shtatzanisë. Ai pengon dëmtimet neurologjike tek embrioni, ndaj rekomandohet të përdoret në sasi të mëdha edhe gjatë shtatzanisë. Mbron organizmin ndaj shfaqjes së sëmundjeve të këqija. Portokalli ndihmon qelizat të luftojnë sëmundjet e këqija dhe në disa raste pengon zhvillimin e sëmundjeve të këqija, mushkrive dhe të lëkurës. Pengon shfaqjen e nekrozës së tëmthit. Portokalli është gjithashtu i pasur me fibra të cilat ndihmojnë tëmthin dhe zorrët që të ruajnë gjendjen e tyre të shëndetshme. Është i shkëlqyer për diabetikët, duke qenë i pasur me fibra bimore të cilat kanë një indeks të lartë glicemik, e bën atë një ushqim të shkëlqyer për diabetikët, po ashtu duke pasur edhe një shije të ëmbël, e bën atë një ëmbëlsirë tepër të shkëlqyer për këtë grup njerëzish. Portokalli pengon rënien e flokëve. Përdorimi i rregullt i tij stimulon edhe prodhimin e kolagjenit, i cili e mban të lidhur me flokun, po ashtu ai u jep flokëve shkëlqim dhe një volum të konsiderueshëm. Në fund të përdorimit të ushqimeve të shpejta apo pijeve të gazuara që fryjnë stomakun apo mbahen në kushte jo të përshtatshme, përdorni çdo mëngjes fruta të freskëta ose të shtrydhura të cilat do ta ruajnë shëndetin tuaj. Prandaj herën tjetër shfrytëzoni të gjitha vetitë shëndetësore që portokalli ofron në organizmin ton. Prandaj mjafton që të konsumoni sikurse të paktën një portokall në ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.